Si paraqitet situata, jeni në terren, të paktën media raporton për 3 viktima nga ky bilanc. Atëherë së pari më lejoni të them që është një situatë e vështirë për shkak të kushteve të modit, por që nuk na gjetit pa përgatitur. Që në datë 4 janë ngritur shtabet e emergjencës në çdo qark të vendit. Prefektët dhe të gjitha institucionet kanë marrë masat paraprake për të parandaluar çdo ngjarje të rëndë. Në dallim nga të gjithë herët e tjera, të gjitha institucionet janë në gatishmëri të plotë për të marrë çdo masë në mënyrë që infrastruktura strategjike, infrastruktura kritike, të gjitha institucionet që kanë kontribut themelor në garantimin e jetëve dhe shëndetit njerëzve, është aty në çdo cep të Shqipërisë për të bërë gjithçka është e mundur për të përballur një situatë që vjen nga rreshtet vjen nga rreshtet që në fakt janë të pazakonta. Gjithsesi, në momentet që flasim, janë 2 qytetarë që kanë humbur jetën, njëri në Tiranë dhe strukturat përkatëse po punojnë për të gjetur shkakun, por besojmë që është për shkak të përmbytjes. Një qytetar tjetër në qarkun e Dibrës, i cili ka neglizhuar thirrjet e vazhdueshme të emergjencave civile, të institucioneve përkatëse, të policisë, të Ministrisë Punëve të Brendshme për të shmangur për aq sa është e mundur lëvizjet e panevojshme dhe me sa kuptojmë tani për tani, është e gjitha në zhvillim e sipër dhe në hetim e sipër, ka kërkuar të kalojë lumin me makinë. Gjithsesi, kjo është situata paraprake, ajo që është e rëndësishme është që është një situatë e vështirë, një situatë që duhet ta përballojmë bashkë me qytetarët. Unë gjej rastin ti falenderoj për mirëkuptimin, gjej rastin ti falenderoj për ndihmën, janë mbi 7.000 telefonata në gjithë Shqipërinë për situata emergjence. Ashtu siç gjej rastin ti falenderoj për ndihmën që i kanë dhënë njëri tjetrit në situata të tilla të pazakonta dhe të vështira për të gjithë ne. Institucionet janë nga gatishmëri të plotë, e gjithë qeveria është nga gatishmëri të plotë, e gjithë policia e shtetit është nga gatishmëri të plotë. Çdo kush që mund të jap kontribut në këtë kuadër është në krye detyrës që nga data 4 për të përballuar këtë situatë. Me rekomandimin e emergjencave civile, Ministria e Brendshme ka kërkuar pezullimin e mësimit për të gjithë sistemin arsimor në Republikën e Shqipërisë për të shmangur situata të vështira me fëmijët dhe nxënësit. Nëse situata do të vazhdojë kështu, do kërkojmë që pezullimi i arsimit vazhdojë dhe për nesër. Për ne është e rëndësishme sot në këtë moment garantimi i jetës dhe shëndetit të qytetarëve shqiptar në çdo cep të Republikës së Shqipërisë. Më pas kemi filluar që tani me strukturat përkatëse të emergjencave civile, të policisë shtetit, zjarfikseve, të njësive vendore, të prefekturave, kemi filluar me evidentimin paraprak dëmeve në banesa, në pasuri, në gjën e gjallë për qytetarët në çdo bashki dhe në çdo komunë. E ritheksoj, është një situatë e pazakontë që nuk na gjetit pa përgatitur. Qeveria është nga gatishmëri, institucionet janë nga gatishmëri, shtabet e emergjencave janë në gatishmëri, po përballohet deri tani situata. Fatmirësisht duket që po shkojmë drejt përmirësimit, por në rast se shkojmë me kushte të rënduara të modit, patjetër që gjithçka do jetë në vlerësimin ton maksimal për të garantuar që, dhe kjo është më themelore, të mos kemi humbje të jetës apo dëmtim të shëndetit të qytetarëve. Zotëri, disa kohë më parë keni folur që fondi i emergjencave është i ulët dhe i pamjaftueshëm në rast të situata të tilla. Sot ndodhen këto para për të përballuar situatat? Unë kam folur disa kohë më parë për gjendjen e rezervave të shtetit. Dhe sot janë në gjendjen e tyre më optimale për të garantuar në të gjitha situatat e mundshme ose të paktën për të shmangur mungesat themelore në lidhje me situatën e emergjencave. Nuk jemi fare aty, nuk është kjo situata. Pra nuk jemi para një emergjence të shpallur. Është një situatë kritike, është një situatë shqetësuese për disa zona të vendit. E ritheksoj, ne ishim të përgatitur. Kjo
edhe nga pikpamja e parashikimit dhe nga pikpamja e masave paraprake për të parandaluar çdo ngjarje. Unë dua edhe një herë të bëj thirrje qytetarëve të në të tilla situata të evitojnë lëvizjet e panevojshme dhe të kursejnë veten për lëvizje që janë absolutisht domosdoshme. Në këto situata kërkohet kontributi i gjithë atyre që mund të shërbejnë për të garantuar shëndetin dhe jetën e tyre dhe pastaj të familjes tyre. Në këto raste, nevojitet që gjithë qytetarët të kuptojnë se situata tilla kritike për shkak të kushteve të pazakonta të motit kërkojnë kontributin e të gjithëve. Ndaj dua t'i falenderoj edhe një herë gjithë qytetarët që kanë njoftuar në numrin e emergjencës, ashtu siç dua të falenderoj gjithë ata të tjerë që kanë dhënë kontribut konkret për të përballuar këtë situatë. Gjendja e vështirë vazhdon dhe me të kaluar momenti i emergjencës, patjetër duhet merremi edhe me vështirësitë që lë pas apo me problemet që mbeten pas. Ju e patë edhe këtu ka probleme që kanë të bëjnë me përmbytjen e shtëpiave dhe po kështu me përmbytjen e bizneseve. Strukturat vendore, prefekturat, strukturat e policisë, emergjencave civile, të gjithë bashk janë angazhuar dhe do angazhohen me njëherë pas përfundimit të situatës emergjencës për evidentimin e problematikave dhe për shuarjen e problemeve që mund të kenë lindur për shkak të përmbytjes. Por duhet ta bëj qartë, kjo është një situatë që sa vjen për shkak të motit, aq vjen edhe për shkak të gabimeve historike që kemi bërë lidhur me zhvillimin urban dhe me sjelljen në raport me natyrën. Ndaj, ne duhet mbajmë mbi kurriz këtë barrë historike, duke bërë gjithçka është e mundur për t'u përgatitur që të bëjmë maksimumin të shmangim pasojat në shëndet dhe akoma më keq në jetën e njerëzve. A ka zona më problematike të evidentuara deri tani dhe cilat janë ato? Po, emergjencat civile kanë bërë publike të gjithë listën e zonave problematike. Tani është pjesa më e madhe drejt normalizimit në rast se moti nuk ka përkeqësim. Parashikimi është që të ketë përkeqësim të motit në orët në vazhdim dhe gjatë natës. Ndaj duhet jemi të gjithë kujdesshëm, të bëjmë gjithçka është e mundur për të garantuar shëndetin dhe jetën fillimisht dhe pastaj pasurinë dhe gjën e gjallë patjetër. Por në këto momente që flasim situata është disi më e stabilizuar. Mbetet për t'u parë në orën vijim, moti është më kapriçoz se sa njerëzit, ndaj na duhet që të jemi të gjithë vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Unë i ftoj qytetarët që të bëjnë kujdes dhe të lajmërojnë pranë numrave të emergjencës për çdo shqetësim që mund të kenë. Është e rëndësishme që të punojmë gjithë bashkë për të përballuar situatat e jashtëzakonshme që shkojnë përtej limiteve që ka çdo qeveri në çdo vend të botës për të administruar. Këto i bëjmë gjitha bashkë. Keni menduar për evakuime në rast se do ketë situacion? Në momentet që flasin janë mbi 100 familje të evakuara. Dhe policia e shtetit, strukturat e emergjencës, ushtria janë gjitha të angazhuara për të evakuar çdo familje që gjendet në rrezik. Dhe në momentin që flasim ka familje që evakuohen. Kjo varet nga kushtet, varet nga gjendja e emergjencës dhe rrezikut në momentin e caktuar. Janë mbi 100 familje të evakuara dhe kjo është për të shmangur çdo rrezik potencial. Gjithsesi, mbetet për të vlerësuar në vazhdim. Unë këshilloj qytetarët të mos neglizhojnë asnjë lloj situate rreziku në raport me veten dhe në raport me fqinjët. Faleminderit juve.